Sa kohë duhet për të mësuar investimet në kriptomonedha? 10 minuta në ditë. Po, e gjove mirë. 10 minuta në ditë. Mjaftojnë për të kuptuar tregjet financiare brenda 90 ditësh. Shumica e njerëzve mendojnë se investimet në kriptomonedha janë komplekse dhe kërkojnë vite tëra studimi. Kjo frikë realisht i mban shumë larg nga tregu, ndërkohë që informacioni bazë që të bën investitor të ndërgjegjshëm mund të mësohet shumë shpejt nëse ke guidën e dur, me strukturën e dur, konceptet bazë, praktikën graduale dhe orientimin hap pas hapi. 90 ditë janë të mjaftueshme për të kuptuar tregjet, për të kuptuar kulturën, për të bërë investimet e para dhe për të ndërtuar zakonet e duhura financiare, duke dëgjuar lajmet, duke ndjekur grafiket, duke marrë informacione mbi tregun aktual çdo ditë. Shkruaj në koment kripto dhe do të dërgoj planin tim të mësimit hap pas hapi pa kosto.